Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Persona që han 2 kumbulla në ditë duhet ta dëgjojnë këtë lajm. Kumbulla është një zgjidhje e pashmangshme çdo anëvise për të përgatitur ushqime dhe përveç se janë më të përdorura për përgatitjen e reçelrave, sigurisht është e këshillueshme edhe për t'i ngrënë ato edhe të freskëta. Kjo pasi kumbulla përmban vitaminë C 5 deri në 8 mg për 100 gram, vitaminë B6, bakrit, vitaminë B2, B3, vitaminë magnez, hekur, kalcium, madje dhe 240 mg për 100 gram kalium. Kumbulla është e pasur me fibra 2 gram për 100 gram dhe me gjithë këtë është një frut me pak kalori. Studimet kanë treguar se kumbulla gjithashtu forcon kockat, zvogëlon rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të këqija, por edhe se konsumimi i 12 kumbullave mesatarisht në ditë për 2 muaj zvogëlon nivelin e kolesterolit të keq. Gjithashtu, kumbullat njihen si një multivitamine natyrale, por shumë prej nesh nuk e kanë në zakon t'i hanë ato rregullisht. Ndoshta do të filloni t'i hani kur të shihni se çfarë i bëjnë trupit tuaj 5 kumbulla në ditë. Një kumbull përmban 84% ujë, për 0,6% yndyrra, 10% karbohidrate dhe 2,1 gram fibra. Përveç kësaj, ato kanë një nivel të ulët të yndyrës dhe të kalorive dhe një përqindje të lartë të vitaminave A, C dhe E, kalcium, magnez dhe gjithashtu kalium. Shihni se çfarë ndodh në trupin tuaj nëse hani vetëm 5 kumbulla në ditë. Ul sheqerin në gjak. Kumbullat janë të lidhura me një indeks të ulët glicemik, që do të thotë se ato munden t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak dhe të zvogëloni rrezikun e diabetit të tipit 2. Përmirëson kujtesën. Nëse hani 5 kumbulla në ditë, do ta ndihmoni trupin tuaj të heqë qafe, efektet negative të radikaleve të lirë të cilët ndikojnë në kujtesë. Mbrojnë zemrën. Një kumbull e freskët përmban mesatarisht 113 mg kalium. Ky mineral ndihmon gjithashtu edhe në kontrollin e presionit të lartë të gjakut, duke reduktuar kështu rrezikun e goditjes në tru. Mbrojnë sistemin e përgjithshëm. Kumbullat e thata janë një mënyrë e shkëlqyer për të shpejtuar tretjen. Një mënyrë për t'i ngrënë gjatë gjithë vitit është që t'i njohni kumbullat e thata në ujë të sapovaluar. Forcojnë kockat. Studiuesit nga Universiteti i Floridës dhe Oklahomas testuan 2 grupe grash në postmenopauzë për 12 muaj. Një grup hante 100 gram kumbulla të thata në ditë, rreth 10 kumbulla, dhe tjetri hëngri 100 gram mollë të thata. Të 2 grupet konsumuan suplement të kalciumit dhe të vitaminës D. Rezultatet treguan se grupi i cili hëngri kumbulla të thata kishte një densitet kockor dukshëm më të lartë në shpinë dhe në parakrah. Përmirësojnë shëndetin e syve. Kumbullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syve. Fitonutrientët që gjenden tek kumbullat munden që të zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose të degenerimit makular, një sëmundje e cila prek kryesisht të moshuarit. Kumbullat e thata, nëse ju i konsumoni çdo ditë, munden që të bëjnë magji në shëndetin tuaj. Ky frut i thatë është plot me lëndë ushqyese të shëndetshme. Ne këtu do t'ju tregojmë pse duhet të hani 6 kumbulla të thata në ditë. Ato mbështesin funksionet e trupit. 100 gram kumbulla të thata përmbajnë rreth 732 mg kalium. Ky makromineral
është thelbësor për trupin ton pasi e ndihmon atë që të funksionojë siç duhet dhe njëkohësisht të parandaloj shumë sëmundje, ulë rrezikun e goditjeve në tru, i mban kockat e shëndetshme, ndihmon në rritjen e shëndetshme të muskujve dhe madje mundet të promovojë funksionalitetin e dur nervor. Ata janë të mirë për gjakun. Mungesa e hekurit nuk janë të mjaftueshme në trupin ton, pasi mundet që të shkaktojë anemi dhe kjo mund të çojë në komplikime serioze. Midis tyre janë në lodhja, problemet e zemrës dhe mushkrive dhe problemet me shtatzanin. Kumbullat e thata janë një burim i shkëlqyer hekuri që ndihmojnë në parandalimin e problemeve të tilla. Ato përmirësojnë tretjen. Kumbullat e thata janë plot me fibra, një element kryesor i cili mbështet tretjen e shëndetshme. Për shembull, një filxhan kumbulla të thata përmban 12 gram fibra të tretshme, për më tepër ato përmbajnë sorbitol, një laksativ natyral i cili ndihmon për të stimuluar lëvizjet e zorrëve. Ato ndihmojnë për të larguar edhe kapsllokun. Nëse jeni kaps, ngrënia e kumbullave të thata mundet që të ndikojë në fshikëzën tuaj, duke ju bërë që të urinoni më shpesh. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës, fal fibrave që ato përmbajnë. Ngrënia e kumbullave të thata mundet të ndihmojë të qëndroni të ngopur për më shumë kohë dhe të kontrolloni me sukses peshën tuaj. Ato i mbajnë kockat të shëndetshme dhe të forta. Gjithashtu, njerëzit të cilët janë në rrezik të osteoporozës, veçanërisht gradet të moshuarit, munden të përjetojnë një humbje të dendësisë minerale të kockave. Studiuesit zbuluan se kumbullat e thata kishin efekte pozitive për këmbët duke parandaluar problemet e tyre. Ato mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Presioni i lartë i gjakut ndonjëherë nuk ka simptoma të dukshme, por mundet që të rrisë rrezikun për probleme të zemrës, sëmundje të veshkave dhe problemeve të tjera në trup. Sidoqoftë mund të kontrollohet me ushqime të ndryshme dhe kumbullat e thata janë pikërisht një prej tyre. Gjithashtu edhe lëngu i kumbullave të thata është mjaft i rëndësishëm. Një gotë vetë me lëng përmban shumë vitamina, minerale dhe polifenol. Kumbullat e thata përmbajnë vitamin C, tiamin, vitamin B6, vitamin A, E dhe K. Ky lëng është shumë i pastër me fibër, një përbërës natyral të quajtur sorbitol, i cili ndihmon dhe në jashtëqitje dhe lehtëson lëvizjen e zorrëve. Antioksidantët tek fruta dhe perimet luftojnë radikalet e lira që gërryejnë kockat dhe përshpejtojnë frakturat dhe thyrjet. Lëngu i kumbullave të thata përmirëson dendësinë kockore dhe i bën ato më të forta sepse përmban shumë kalcium, magnez dhe vitamin K. Studimet shkencore janë të pamjaftueshme, megjithatë, ato konfirmojnë se lëngu në fjalë nxit rritjen e shëndetshme të qelizave të zorrës së trashë. Shëndeti i zemrës, pasi lëngu i kumbullave ka një ndikim tepër pozitiv edhe në uljen e kolesterolit dhe tensionit të gjakut. Konsumimi i 12 kumbullave të thata në ditë mundet gjithashtu që të ulë ndjeshëm kolesterolin, duke përmirësuar edhe shëndetin e zemrës. Shumë studime kanë nxjerrë në pas se kumbullat e thata nuk e rrisin menjëherë glukozën në gjak dhe se ulin nivelin e sheqernave në gjak. Kumbullat e thata përmban sorbitol, një substancë e cila përdoret si një alternativë e sheqerit për diabetikët. Ekspertët konfirmojnë gjithashtu se kumbullat e thata kanë një ndikim shumë pozitiv edhe në shëndetin e mëlçisë. Ato munden të parandalojnë një sër probleme shëndetësore. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë: një filxhan me kumbullat të thata, 5 filxhan me ujë të pishëm. Ne ju udhëzojmë të vendosni ujë në zjarr dhe pasi të ketë marrë val, hidheni në një kavanoz qelçi ku keni shtuar më parë kumbullat e thata dhe pa bërtham.
Mbulojeni kumbullat me ujë dhe lëreni të qëndrojnë për 24 orë, më pas futeni përmbajtjen e kavanozit në një mikser derisa lëngu të jetë kompakt. Përdorni më pas një nap dhe filtrojeni. Nëse keni nevojë për më shumë ëmbëlsi, ne ju sugjerojmë që të përdorni mjalt. Gjithashtu, studime shkencore kanë treguar se kumbullat e thata munden që të trajtojnë edhe sëmundjet e zorrës së trashët dhe gjithashtu munden të mbrojnë shëndetin e stomakut duke qenë se përmbajnë shumë fibër dhe ekuilibrojnë bakteret e tij. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.